Po vazhdojmë ciklin e emisioneve Open Studio me mysafirë të tjerë cilët do të shpalosin punët, projektet, për edhe gjitha ato çfarë kanë pasur mundësi të bëjnë, të punojnë edhe normalisht çfarë kanë ide të japin për kandidaturat e tyre qo për asambleje, qo për kryetar komune. Jemi në fushat zgjedhore, zgjedhjet çdo ditë po afrohen. Edhe njerë po ju bëjmë thirrje gjithë kandidatëve qoftë për kuvend komunal, por edhe kandidatëve për kryetar komunës së Pejës, që paraqiten për të qenë pjesë e misioneve, të shpalosin punët, projektet, prioritetet e tyre dhe qytetarët pastaj ta kanë më të lehtë për zgjedhjen e tyre. Mysafiri sonte vjen nga ekzekutivi i qytetit të Pejës, i komunës së Pejës. Ka udhëhequr një nga drejtoritë kryesore. E them kryesore sepse turizmi vazhdon të mbetet prioritet i Pejës, pika e fortë e Pejës, në cilën komuna e Pejës mbështetet. Realisht Peja i ka malët, i ka bjeshkët, e ka rrugovën, e ka radovcin, i ka gjitha ato bukuri natyrore, cilat realisht kjo drejtori i mbulon. Sa ka qenë vështirë të menaxhohet, sa është punuar këtë drejtori, dhe po ashtu çështje tjera që realisht janë bërë kuadër të kësaj drejtorie, dhe të lasim me drejtorin e zhvillimit ekonomik në komunën e Pejës, njëherë sot kandidat për kuvendin komunal të Pejës, zotin Nasser Hajrizi. Mirësevë. Mirësevë, Amin Mraha. Drejtor, faleminderit shumë për kohën që zgjatet, sepse di që është kohë e çmuar tani kjo për juve, jeni në fushatë zgjedhore dhe çdo minutë pothuajse është i rëndësishëm për ju. Ju falenderojmë shumë për kohën që keni gjetur me qenë pjesë. Faleminderit për ftesën. Unë është hera e parë që jam këtë studio, ju uroj sukses dhe mbarësi. Po besoj, tardhme kena mu po edhe më shpesh. Drejtor, po humbur kohë, nuk keni sot në politikë, realisht nuk keni as aksidentalisht në politikë. Keni filluar shumë ma herët. Aktiviteti juaj ka filluar pothuajse në çdo fushë të qoftë politikës, por qoftë edhe çlirimit të vendit. Unë do doja ta ndi një përmbledhje të CV-së suaj për shikuesit që po na shikojnë. Atëherë, faleminderit. Është pyetja e parë që më është bën gjatë këtij mandati, them. Kjo pyetje për fillimin e karrierës time politike dhe të pastajshme. Është e vërtetë që fillet e angazhimit tim politik kanë filluar qysh në vitin 1997, ku në atë periudhë filloi zgjimi popullor, vlimi popullor për nevojën e çlirimit të vendit. Në vitin 1997, ku kam qenë kryetari i Unionit të Studentëve në komunën e Pejës, në shkollën e lartë ekonomike, në atë periudhë kemi pas organizuar protestat, natyrisht që në Pejë nuk janë vrejt shumë, nga se përqendrimi ka qenë në Prishtinë me 1 tetor të vitit 1997, dhe kjo ka qenë fillimi i angazhimit në politikë. Okej, ju ka shoqëruar çdo herë një modesti. Nuk keni folur shumë asnjëherë për veten. Pse drejtor? Sepse mendoj se keni CV mjaft pasur edhe keni çfarë tregoni. Është shumë e vërtetë. Realisht unë mendoj që shkaku që nuk jam shumë ndoshta në këto ka qenë që ja kemi pas obligim vendit, edhe si obligim e kemi kryer atë obligim ndaj këtij vendit, ndaj shtetit Kosovës, edhe për atë arsye unë mendoj që nuk jam kshu në debate apo në historikun tim të angazhimit politik. Okej, keni qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës? Po, unë deshta të vazhdoj. Po, patjetër. Në vit 1997 si kryetari i studentëve, gjithsesi Unionit Pavarur të Studentëve, pas përfundimit të proceseve të protestave të studentëve, atëherë filloi edhe reaktivizimi gjithsesi dalja publike e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku në maj të 98-s unë si kryetar i studentëve me të 3 studentë, gjithsesi atëherë ka qenë Sadete Ibrahimi, Ajete Tahiri dhe Haxhi Kuçi kanë qenë, bashkë kemi shkuar dhe jemi mobilizuar në maj të 98-s në Glozhan si ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo është periudha kur ka filluar dhe aktiviteti për çlirimin e vendit nga okupatori serb. Unë i tham okupatori, nuk ka qenë regjim, ka qenë okupator dhe okupator, nga se nga ndaj okupatorit luftohet e ju ndar regjimeve. Kjo ka qenë ajo periudha ime kur ka filluar. Është periudha lavdishme, është vendim e jami që e kom di thirrjen e vendit tim për
nevojën që unë ti shërbej vendit tim, bashkë me shokët e mi dhe e kemi arritë atë synimin me të cilën e kemi nisë. Okej, pas përfundimit luftës, u angazhuat në ndërtimin e vendit. U bët pjesë e institucioneve, filluat punën, na tregoni për këtë periudhën tjetër. Po ashtu, pas përfundimit luftës, gjithsesi në vitin 1999, ju kom rikthy studimeve prap, po në ndërkohë kam qenë edhe përfaqësuesi të rive në pushtetin komunal të përkohshëm që i thëmë atër, ku se bashku me ish kryetarin e Tenqeku, me ish kryetarin e LDK-s Mermu Axheri, me Adem Bajra dhe me përfaqësues të minoriteteve të asaj periudhe, kemi pas këshillin komunal në cilin merrshin vendime për qytetin e Pezë. Domethënë kon ajo qeveria e përkohshme e komunës së Pezë. Pas asaj në zgjedhjet 2000, që kanë qenë zgjedhjet e para lokale të lira në Kosovë, jam rikthy studimeve, kam fillu punën, kam vazhdu në ngritjen profesionale, po ashtu edhe kam fillu në ngritjen familjare, e që sot jam babaj 4 fëmijëve, babaj 4 vajzave, që jam mëse i lumtur që jam babaj 4 vajzave, e që kam i rriti këtu në Kosovë, mos kem tendencë të dal jashtë, kjo është ajo për të cilën jemi mundu. Okej, sot ka but fort, fuqishëm, stoik, procesi luftës, pjesëmarrja e luftës, po ashtu në pjesa e të ndërtimit. Sot ka but fuqishëm, fort, edhe përballë sfidave, sepse nuk është lehtë jesh edhe pjesë e institucioneve. Shumë e vërtet, këto sfidat cilat i kom pas natyrisht gjatë periudhës caktuar, më kanë bënë aq të fort sa që ti përballoj edhe sot menaxhimin në drejtorie në komunën e Pezë është një drejtori mendoj ma të rëndësishme në komunën e Pezë, duhet pas parasysh se zhvillimi ekonomik gjithmonë në çdo vend të botës ka përparësi, nga se për fillim ekonomik dhe mirëqenie qytetare tonë kohën duhet të punojmë dhe të luftojmë. Okej, jeni në përfundim të mandatit parë si drejtori i zhvillimit ekonomik. Si cilësoni këto 4 vite brenda drejtorisë zhvillimit ekonomik që realisht prioritet po besoj ka turizmi? Natyrisht është një drejtori e cila e ka turizmin, por aty janë edhe 3, realisht drejtoria e zhvillimit ekonomik ndahet në 3 sektorë, sektori i turizmit, sektori i zhvillimit ekonomik dhe sektori për regjistrimin e biznesit, po një ndër sektorët më të rëndësishëm është edhe sektori i turizmit. Kur kam shku aty me datën, jam emëruar 13 janar të 2022-s, kam gjetur një staf të arsyeshëm, një staf që ka kapacitete dhe ka potenciale të shtyjë shumë gjëra. Edhe në ndërkohë kemi filluar diskutime se ç'kan bojmë. Edhe gjatë punës me punëtorët e mi, natyrisht stafin tim, kolegët e mi, kemi arritur që të vërtet të bëjmë këtë drejtori më të pëlqyeshme në komunën e Pezë, po ashtu të bëjmë një drejtori më të pëlqyeshme edhe në Kosovë, me punët që i kemi bo, me stafin që i kam pas dhe me projektet që i kemi bo gjatë këtyre viteve, edhe që kemi pas për fat të keq kufizime buxhetore dhe kufizime në staf, ja kemi arritë që të bëjmë punë të cilat sot janë të prekshme dhe sot që PN e kanë bërë një ndër shtyllat kryesore të turizmit në Kosovë. Cili ka qenë projekti që ju sot lavdëroni pas 4 viteve, që ne keni realizuar brenda këtyre 4 viteve në drejtorinë e zhvillimit ekonomik? Ka shumë projekte. Për këto 4 vite ka shumë projekte. Po unë mendoj që projekti më i rëndësishëm fillestar ka qenë fillimi i subvencionimit të bizneseve, ku marrëveshja e parë ka qenë me organizatën HELP, në bashkëfinancim me organizatën HELP, do të thonë drejtoria jonë gjithësisht komunën e Pezë dhe organizatën HELP kemi arritë të subvencionojmë 24 biznese me nga 2500 euro. Do të thonë ky ka qenë hapi i parë që unë mendoj është i rëndësishëm, nga se kemi vazhduar edhe vitet pasuese, edhe 2 vitet pasuese kemi vazhduar që të subvencionojmë. Do të thonë për këtë periudhë sa unë jam drejtor, kemi subvencionuar diku rreth 100 biznese me mbi 150.000 euro. Okej, periudha që ju keni qenë drejtor nuk ka qenë çfarë që lehtë për bizneset. Po përmendin këtu inflacionin,
pastaj edhe largimin e qytetarëve të rive nga vendi dhe shumë faktorë tjerë që jo kanë vështirësuar funksionimin e bizneseve. Sa keni pasur mundësi të ndihmoni bizneset, t'ja u lehtësoni punën, t'ja u lehtësoni barën dhe aspekte tjera në funksionimin e tyre sa më të lehtë, më suksesshëm. Ma shumë e vërtet këto që e ka e thu, se kjo ka qenë një periudhë shumë e vështirë e punës së bizneseve me gjithë Kosovët, po ashtu edhe në pej. Unë ndis nga parimi që veç 2 vite pothuajse 2 vite jemi shtet me në sanksione. Edhe tash ti veç mendoje se çka mund të bëj biznesi në një shtet me në sanksione, e ku të në kohën e ka frikën se që të ndohë. Dhe më thonë, përveç elementit sanksione, kemi, unë i thamë edhe kohëve të fundit, si dhe mos kemi edhe krizën, që i thamë në krizën artificiale politike, të cilët barën kryesore përveç qytetarëve kanë edhe bizneset, po ashtu një ndër elementet që mendoj që e kanë nalë zgjerimin e aktivitetet të bizneset ashtë edhe për fat të keq që ko pas kohë institucionet tonë dalin që do të ketë lusni. Edhe të ashti cili është sinjali që jepin një biznesit kosovar në zgjerimin e kapacitetet të biznesore, apo një biznesit të huaj, një biznesit të huaj që mendon më artë të investoj në Kosovë. Më thonë, cili është sinjali që jepim ati kur ne dalim, thojmë, po do në bëhet lufta, ne jemi shtet në sanksione dhe kemi këtë krizë të shkaktuar, unë mendoj artificiale politike. Më thonë, bizneset në komunën e Pejës, po ashtu në Kosovë, kanë vështirësi. Kanë vështirësi, unë e di që unë vin nga bota e biznesit si drejtor. Edhe gjatë kësaj periudhe në kontakte si drejtor me ta, kom pa që nuk ka gatishmëri për me u zgjeru në aktivitetin e tyre biznesor. Kjo ka bërë që të reflektoj edhe në punësimet. Kur biznesi nuk kërkon punëtor, atëherë punëtorët apo të rit interesuan që dalin jashtë. Ne para do kohë patëm një debat në Dugaxhin ku Agjencioni i Punësimit të Kosovës edhe në referoj me disa statistika, kundër çështjet kryesore që unë i debatova aty ishte kjo. Ata na thanë që në Kosovë kanë ardhur rreth 7.000 shtetas të huaj, kryesisht Bangladeshit, shteteve tjera që të punoj, po që realisht nuk treguan se sa kanë dalë jashtë. Rikë tonë, fuqia jonë punëtore, sa kanë dalë jashtë. Unë mendoj që kjo, po ashtu një element tjetër që tha ka ra papunësia në 11%, cila është arsyeja që ka ra papunësia në 11%. Është ra 11% për shkak që janë njerëzit në punë, apo për shkak që kanë dalë nga vendi për kërku punë në disa vende. Unë mendoj që është e dyta, nuk ka zbrit papunësia për shkak që janë njerëzit në punë, po ka zbrit papunësia për shkak se fuqia jonë punëtore e regjistruar ka dalë jashtë edhe sot janë në shtetet perëndimore. Këto janë elementet që biznesi unë në Kosovë ka ngarkesa, thash më herët, ka ngarkesa edhe ato ngarkesat nuk e ndojnë për me u zgjeru, me zgjeru aktivitetet e tyre dhe përmes zgjerimit të aktivitetit krijoj edhe vende pune. Kjo është që e mendoj si personalisht. Isha ndonjë pak tek subvencionimi, me sense ndërlidhet me bizneset, start-upet e kështu me radhë. Sa ju ka ndalë të ndihmë ky subvencionim edhe sa i ka stimuluar bizneset që, të vazhdojnë, të hapen, sepse dikush mund të na qëndrojë në krah edhe fillimet që është pjesa më e vështirë e biznesit, dikush që den në ndihmë nuk është e paktë. Po natyrisht, ti e din edhe vetë që ndihma kryesore ndaj biznesit është ndihma shtetërore, përmes politika fiskale dhe krijimit të ambientit të sigurt për investime. Komuna nuk ka kapacitete që të ofrojë shumë ndihmë për biznese. Ne kemi tentuar disa herë që të bëjmë një zonë industriale, që i thojmë, për fat të keq nuk kemi tokë që t'i ofrojmë bizneseve ndonjë hapësirë ku mund të ndërtojnë objektet e tyre për në ushtu veprimtari. Pastaj ne kemi filluar shumë vërtet, me subvencionimin e biznese, kanë qenë thirrjet startup biznese dhe bizneset e reja një vjet dhe startup, kur unë mendoj që nuk është e mjaftueshme për biznesin, nga se në Kosovë, në bazë të evidenca statistikore që i kemi, për krijimin e një vendit punës duhen 10.000 euro. Po megjithatë është një satisfaksion
kam informacione të sakta që bizneset të cilëve ju kemi ndihmu janë aktive, ndoshta në një formë apo tjetër disa të ri që kanë tentu për me dalë jashtë apo kanë mendu një ndihmë vogël i kanë nxitë që të mendoj edhe herë mos del jashtë të krijojë një biznes të vetë. Më thonë, në një formë nuk është e arsyeshme fuqia financiare të cilën ja u kemi dhënë ne, po është disa disoksion që aty në mi u tregu se ne si komunë mendojmë për ta. Kemi mendu për ta dhe mendojmë. Kur thonë mendoj që në të ardhmen duhet të shtyhet procesi i subvencionimit të bizneseve prap me vlera më të mëdha, që unë mendoj që duhet të shkojë deri në 10.000 euro për një startup biznes. Po ashtu unë mendoj që duhet nga komuna të krijohet një fond me të cilin duhet të mbështeten bizneset të cilet kanë nevojë për ndihmë për blerjen e ndonjë maqinerie që kushton më shumë se sa që ka kapacitet biznesi. Unë mendoj që është një arsye e mirë kjo me bërë këtë farë buxheti për rezervë, apo të thojmë një farë. Për shembull, ne kemi raste që bizneset kanë nevojë për një blerje të një makinerie deri në 100.000 apo 200.000 euro, e ne si komunë ta kemi një buxhet rezervë në cilin do të kishim subvencionu apo financu deri në 40, eventualisht 50%. Është një ndihmë që edhe biznesi nuk ka nevojë në këtë formë. Disa biznese thonë, ndoshta përgjithësi jo, po ndoshta nuk kish pas nevojë më shku në bankë që të futet në kredita në kamata të ndryshme, po nëse ai i ka 100.000 të vetat, atëherë pse edhe ne mos ja ndihmojmë me një 50, eventualisht 30 apo 50.000 euro. Ma thonë, mos nxitet bizneset të shtytet te kredit, nga se shohim ne që kredit janë të shtrejta, sidomos vitet fundit janë shtejsu kredit, kemi statistika sipas raportit BCK janë shtejsu, e kjo është një formë që e komendu që duhet të shtyhet përpara në të ardhmen në komunën e Pejsë. Okej, ndalemi tek turizmi, i cili po besoj ka qenë prioritet i drejtorisë juaj, i komunës Pejës. Çfarë është bërë drejtor konkretisht në aspektin e turizmit? Nuk po them ta vendosim Pejën në hartën turistike të rajonit, sepse ka qenë e vendosur, mirë po ta fuqizoni Pejën në hartën turistike jo vetëm të rajonit, por edhe më gjerë. So keni arritur një synim tillë, një qëllim tillë të realizoni? Unë e thash edhe më herët. Me punën tonë, në drejtorinë tonë, përkundrazi mungesës së buxhetit të mjaftueshëm, përkundrazi mungesës së stafit. So ka qenë buxheti? Bëse po të prevesh, e di që ka qenë i vogël sepse kam qenë në asamble, so ta din qytetar me çfarë buxheti keni operuar drejtoria për ta zhvilluar turizmin. Nga ana komunale nuk kemi pas ndonjë buxhet madh, mos me vlera financiare, po ne si drejtori dhe stafi natyrisht kemi arritur që të nxjerrim edhe donacione saktësisht. I kemi projektet ndërkufitare ku kemi një bashkëfinancim me bashkinë ndërkombëtare dhe përmes këtyre projekteve kemi arritur që ta bëjmë Pejën në një formë aty ashtu që shiko hije për turizëm. Për turizëm natyrisht se punë të kohën, po unë mendoj që në tarmën prapë duhet të mendojmë të investojmë fuqishëm në promovim. Shkaku se promovimi e nxit ardhen e vizitorëve në komunën tonë. Këtë drejtim jemi kanë relativisht mirë, nuk them mirë, por relativisht mirë. Kemi bërë promovim, po nuk kemi pas fuqi financiare, them edhe herë që të bëjmë promovim ofanziv. Megjithëse në disa raste është pa si ofanziv, po megjithatë nuk ka qenë ofanziv, ka qenë relativ, shkaku që mungesa financiare natyrisht. Kemi pas vizita, kemi pas panajire ndërkombëtare, kemi marrë pjesë në disa shtete të rajonit ku e kemi qitë Pejën në parë si ofertë turistike, sidomos në turizmin malor. Këtu ja kemi arrit në masë të arsyeshme, ku sot, se po flasim, kemi raportin për vitin 2023, që ase ke janë ajo, frani kemi dikon rreth 130.000 vizitorë për vitin 2024, që kanë vizitu komunën e Pejsë, prej të cilave kemi rreth 700.000 fjetje. Se niveli e turizmit matet me fjetje dhe në qëndrimi.
Peja ka rrit me këto punë tona, ka rrit që të nalë turistin në pej për 4 ditë. Dhe më thonë, pejen, a që kemi zgjeru ofertën turistike të komunës së Pejës, sa që një turist nuk mundet të vizitoj ofertën turistike që ka peja në 4 ditë. Për dallim nga Prizreni që ka 1 ditor, peja e ka 4 ditor. Kjo ka bërë që kjo puna e drejtorisë tonë, natyrisht stafi jam dhe drejtoria jonë, kemi bërë që të zgjerojmë ofertën turistike të komunës së Pejës, duke filluar nga fshati Lubenic, që është fshati i fundit në Pejë, deri në Bjeshkët e Jabllanis vogël në kufime i Stogun atje, apo edhe me Malin e Zi. Në këtë kuadër kemi bërë investime. Kemi bërë investime edhe një ndër sukseset e drejtorisë është edhe që kemi filluar investimet kapitale për zhvillimin e ofertës turistike në komunën tonë. Nuk janë të mëdha, po janë të prekshme ku kemi ndërtu pushimore turistike, ju thejmë ne, kemi ndërtu strehimore turistike, ju thejmë ne, kemi hap shtigje të reja, kemi bo shënzimin, kemi bo, dhe më thonë, aq punë janë bo, sa që ka qip pen në ndër shtyllat kryesore të komunës të Kosovës për turizm, sidomos malor. Për fat të mirë, e kemi zhvilluar edhe turizmin në formë të arsyeshme urban, që i thojmë ne, turizmin urban, ku kemi investuar arsyeshëm në muzeun Haxhi Zeka, kemi investuar në muzeun etnografik, edhe kemi që kam i ofruar edhe si turizm urban, tu fillu nga Parku Karagastaf, muzeu etnografik, Qarshia e gjatë, muzeu Haxhi Zeka, vazhdu deri në Radar ku i varen drinjët e parë dhe shpella Bukuroshja e fjetur. For flas për shpella, atëherë në projektet e ardhshme, unë mendoj që duhet të angazhohemi si drejtori. Mbas nesër të angazhohet drejtoria që të bëj hulumtimin dhe evidentimin e shpellave në komunën e Pezë, në mënyrë që edhe ato shpella të kthehen në atraksione turistike. Se ka mundësi edhe ka në shumë vende të Evropës dhe të botës ka shpella që janë atraksione turistike. Si në Rugov ka shpella, si në Bjeshtë e Podgurin, dhe më thonë në çdo vend të komunës Pezë janë shpellat të cilat mund të shndrojnë në atraksione turistike. Okej, isha ndalur pak tek hoteleria. Viteve të fundit janë hapur mjaft shumë hostele, cilat po besoj kanë ndiku pozitivisht në sistemimin e turizmit, duke pas parasysh që ne kemi një hotel me 5 yje në qytetin e Pezës, kemi disa hotel më të vegjël, kemi hotelin që është ndërtuar edhe në Rugov, mirë po dhe hostelet e kanë pas një lloj impakti në sistemimin e turizmit. Sa jeni të kënaqur me këtë sektor për ta? Unë them të drejtën, zgjerimi i ofertës turistike në komunën e Pezë dhe rritja e vizitorëve në komunën e Pezë e kanë nxit këto që e thati ndërtimin e hostelëve apo dhe hotelëve të ndryshme. Natyrisht se kur të mendon një investitor që në komunën e Pezë ka 130.000 vizitorë, atëherë fillon të mendoj për investimin. Peja nuk ka pas kapacitete të mjaftueshme për mbujtjen në qytet po flas. Sot kemi duket në Rugov janë ndikon rreth 6.000 shtetër, kemi ngrit kapacitetet, po ardhja e turistëve, nxitja e ardhes së turistëve, rritja e numrit të turistëve, vizitorëve kanë nxit edhe ndërtimin e hostelëve, edhe bujtina të ndryshme, edhe hotelet që është edhe një ndër hotelet më të mira në Real mendoj që është ndërpunë në Rugov. Kjo ka bërë puna e drejtorisë tonë, ka bërë promovimi që të nxitet ardhja e njerëzve në komunën tonë dhe të sheh Pejen si vend atraksioni që ja kemi arrit, që Peja të jetë vend atraktiv për turistët. Është hera 2-3 që organizoni edhe festivalin e turizmit, Peja është një koqire. Është e vërtet, një ndër aktivitetet që i kemi bërë për komunën e Pezë dhe për nxitjen e ardhjes së njerëzve, janë edhe festivali i turizmit që është hera e dytë këtë vit që është organizuar, edhe që unë mendoj që do të jetë tradicional. Kjo ka pasi hon të mirë në turizm. Në atë festival kanë marrë pjesë nga gjitha shtetet përreth që i kemi Pezë, është Mali i Zi, Shqipëria, kemi pas të Maqedonisë, ka pasi hon të fuqishme.
në opinionin e jashtëm, ase e kanë pa që peja ndjen mundet dhe do të bëj. Më thoni kemi dy panajire apo festivalet e turizmit që i kemi organizu, kanë qenë shumë të mira, ja kemi arrit qëllimit që i kemi pas të qesim dhe të mbajnë pejen aty në vendin e parë për turizm. Unë mendoj që nesër prap duhet të vazhdohet me festivalin turizmit dhe panajiret të ndryshme që organizohen në komunën tonë. Okej, ajo çfarë është vërejtur gjatë mandatit tënd është edhe mikpritja dinjitozes që keni bërë diasporës. Diçka që është vërejtur edhe është pëlqyer nga bashkëdhëtarët tanë. Mu për ata edhe organizohen panajiret, të cilat i kemi, sidomos panajiret veror, nga se diaspora janë tonë. Ata janë ne jemi ata. Më thonë jemi ne, po kur të vinë të kenë një defrim të arsyeshëm për ata dhe organizohen panajiret verore, po edhe këto panajire përveç që organizohen për defrimin e tyre, organizohen edhe për agrobiznese, që të pojnë do një biznes të vogël, ato 3 net që i kemi ne si komunë, të ketë një ndihmë, përmes saj shtytje ne kemi menduar që të shtyjmë agrobiznesin. Beta bësh për thonë që kur thash nivele, kur e kemi organizu turizmin komunë e pesë në 3 nivele, e kemi edhe nivelin rural, ku kemi fillu arsyeshëm që të nxitim njerëzit që të mirën me agrobiznes. Kemi diku në rreth 20 familje të cilat janë të futura në këtë biznes, edhe është mirë nga se ata spaku për veti e bojnë eksistencën. Më thonë, kemi arrit që të nxitim dhe sa do pak edhe t'ju ndihmojmë që të fillojnë agrobiznesin. Ju kemi ndihmu përmes shoqatave të ndryshme, përmes projekte ndërkufitare dhe është nxit edhe ky niveli turizmit në komunën Pejs. A ka një projekt drejtor që keni fillu dhe kërkohet vazhdimsi që realisht përfundohet si i tillë dhe normalisht një farforme ju duhet kohë për ta realizuar, për ta përfunduar, për ta finalizuar? Në drejtorinë tonë, realisht momentalisht i kemi 2 projekte në vim. Është projekti i shtëpisë bjeshkatarisë Gjeravica, që është menduar të jetë muzej bjeshkatarisë, dhe është projekti Zipline Lipa, i cili është projekt po ashtu 2 vjeçar, i cili është investim kapital në vazhdën e interesit për të nxitjes së zhvillimit të turizmit në rajonin e Lipës dhe të Podgurit dhe të zgjerimit të ofertës turistike. Po thonë një këto interesant në të ardhmen, unë mendoj që ka hapësira të arsyeshme që të nxitet edhe më tej sidomos investimi kapital. Unë mendoj që si projektet e ardhshme, mendoj që duhet me konë edhe është pika e parë në Lubenish flas, por Lubenish duhet të ndërtohet një pikë informative turistike, nga se edhe në teren kanë fillu turistat të orientohen, sidomos malort, edhe të ketë një pikë turistike që në projektet tona të ardhshme, nëse unë jam përfaqësues do të tentoj të shtyj si asamblist i ardhshëm, të shtyj kush do të jetë drejtor, të shtyj ato projekte. Unë mendoj që po, ka projekte që ja vlen për komunën e Peshë dhe investohet dhe të vazhdohet tutje, dhe mendoj që nëse kandidatja jonë për kryetare, zonja Arta, fiton, dhe më besoj që do të fiton, do të ofertojmë me projekte shumë atraktive për komunën e Peshë turistike. E thash, i pari projekt është ndërtimi i qendrës informative në fshatin Lubenish, projekti i dytë që është kemi mendu një ashensor të ujvara e Rrugovës, ashensor turistik, i cili do të në Shkemb, do të kapet në Shkemb, dhe do të jetë atrakcion që të ngjitet deri te Shkembi për mu pa nga lart, po ashtu edhe burimi ujvarës së Rrugovës. Po ashtu është mendu me kryetaren dhe kemi bisedu që nga Peklena, pjeshka e Peklenës, të filloj teleferiku turistikun. Tonë kohën ju thonë turistik, nga se qëllohet që vetëm turizmin me pas peja si burim të qëndrushëm, nga se turizmi është planifiku ky teleferik?
planifiku këtu në kjo rrugë e Peklenës. E planifikume nuk është poshtë, është projekt e menduar ideore që tjetë në teleferik turistik i cili do të gërshetoj, do të niset nga fundi i Peklenës, do të gërshetoj edhe të të futet në Rrugovë, në përbjeshket e Rrugovës, teleferiku turistik që e quaj unë ato. Atje në Bjeshtë e Podgurit do të vazhdohet me ziplajnin dhe kemi mandej do të fillojmë kulumtimet në kodrën e qytetit që i thojnë në Jabllanisë Madhe. Është kodra e qytetit që është vend arkeologjik, që ka histori aty, po që për fat keq unë nuk kam gjetë shënime që janë bën ndonjë hulumtim në atë kodër. Banorët i thojnë kodra e qytetit, atëherë duhet me pas diçka. Kur banorët i thojnë kodra e qytetit, duhet me hulumtu. Kam informacione që është hulumtu më herët, po nuk kam informacione se çka u gjet, nuk kemi letra se çka u gjet aty, kështu që duhet të vazhdohet në pjesën e Podgurit, në Bjeshtë e Podgurit, shenzimi dhe hapja e shtigjeve turistike edhe ne. Janë disa projekte kapitale që në ardhmen janë menduar që të fillojnë për avancimin dhe zhvillimin e turizmit në komunën tonë. Këtë vit jeni kandidat për Kuvendin Komunal të Pes nga Partia Demokratike e Kosovës. Cilat janë çështjet përpos këtyre që i përmendet, çështje tjera që mendoni t'i shtyni përpara nëse veç zgjidhen jashtëm pesë? Unë e thash edhe më herët, po prap e tham edhe në ndër çështjet kryesore që mendoj që duhet ta shtyjmë ne si asamblista nesër, është promovimi i turizmit në komunën. Duhet të kemi promovim jo vetëm lokal, po duhet të dalim edhe në promovim ndërkombëtar. Nga se atje shilojmë të sisin turistat, edhe peja e ka atë kapacitet që të thith turistat ndërkombëtar. Më thonë, unë mendoj që përveç investimeve kapitale që duhet t'i shtyjmë ne si asamblista dhe të ngritim zarin për turizëm, duhet të mendojmë edhe në promovimin e qytetit tonë në arenën ndërkombëtare. Unë kam qenë në Berlin në përfaqësim të komunës së Peshë për turizëm, ku në atë vend Shqipëria ka bën një bomë në prezantim. Vetë kryeministri Edi Rama ka qenë aty edhe ka prezentuar Shqipëri. Pse të mos jemi edhe na? Pse të mos jetë edhe këtëja? Po, domethënë, unë mendoj që duhet shtyhet promovimi, patjetër, duhet të investohet më shumë në promovim. Duhet dalim përveç lokale, rajonale, duhet të dalim edhe në promovimin ndërkombëtar, të angazhojmë mediat ndryshme, të bëjmë reklamat ndryshme në mediat e ndryshme, edhe kjo unë mendoj që PN ka dhe Kosovë. Natyrisht, po PN është shtylla kryesore e turizmit në Kosovë, ta bëjë edhe më atraktive, ta bëjë edhe më të vizitueshme, edhe përmes këtij të ngritet edhe mirëqenia e qytetarëve. Mirëqenia e qytetarëve, nga se gjithë ata turistë që vinë, natyrisht që harxojnë dhe e thamë edhe më herët që është filluar nxitja, është filluar ndërtimi homestay-eve. Kjo ka bërë që të nxitën njerëzit të investojnë në homestay-eve në mënyrë që të shtrohen turistë. Jeni në teren duke zhvilluar fusha. Si përshiri situatën në teren në aspektin politik, subjekteve cilat këtë rast garojnë për qoftë për një mandat asamblistit, por edhe për kryetar të PES. Meqense jeni politik mati, jeni një institucionet, realisht jeni pjekur në këtë aspekt, po më intereson mendimi juaj ç'është situata në teren. Realisht unë në teren jam, po gjithçka ka filluar nga zero. Më thonë loja ka filluar nga zeroja. Edhe tereni thot mirë për neve. Mirë, thot jemi mirë në teren, ne si kandidatja jonë për kryetare është mirë në teren. Më rëndësi është që opinioni e ka kuptu se gjithçka ka filluar nga zero. Ma nuk e ka kërkush komoditetin që më thonë unë do t'jem, por gjithçka nga zeroja ka fillu, edhe unë mendoj që ka me konë mirë, opinioni është i mirë, kandidatja jo ka me konë mirë, edhe ne si bartës të proceseve apo asamblista që mendojmë me konë aty, kemi me konë mirë, po me gjithatë në teren gjithçka nga zeroja ka fillu, gjithçka nga zeroja, nuk e ka kërkush komoditetin, më thonë që unë e bëse kam krahume. A në kupton kjo që mund të kemi befasin, dërsa rezultate?
Po çdo pas zgjedhje janë befasi. Çdo pas zgjedhje mendoj që ka befasi, po megjithatë terreni thotë që gjithçka është nga zero. Gjithçka ka filluar nga zero. Ç'është të zhvillon fushat drejtar, në çfarë forme? Kam kontakte, kam kontakte të ndryshme me njerëz. Mendoj që është hera e dytë apo e tretë më duket se jam në kandidat e kam marrë dorën në farë forme të kontaktimit me njerëz. Pritja është e mirë, edhe unë mendoj që kemi me dalë mirë, mendoj po patjetër duhet me dalë mirë, mirë ka më. Okej, nëse qytetarët ju matin me rezultatet e këtij mandati, që besoj kanë ju mat me rezultatet e këtij mandati, me çka do të mbahet mend emri juaj? Unë mendoj që tash po i bën vetit me livdu pa. Jeni këtu tash me euroferët të personalitetin të. Mendoj që qyteti Pejsë duhet të më mbaj mend për një arritje dhe të vizitorëve në komunën e Pejsë, arritje turizmit. Në 2021 i kemi pas 75.000 vizitorë. Fund 2024 i kemi 130.000 vizitorë. Puna jonë, drejtorisë kone si drejtor dhe stafit tim ka bërë që të ketë avancim këtë drejtim. Po ashtu në mendoj që do të mbana mend për 2 investimet në kapitale, të cilat unë mendoj janë përhershme. Është shtëpia e Bjeshkatarisë Gjeravica, që do të jetë një monument që në tonë kohën e quaj Muzeu i Bjeshkatarisë për komunën e Pejsë, dhe do të jetë edhe zipline. Do më thonë janë investime kapitale që kanë me kanë tonë kohën të prekshme që janë bënë dhe këndën udhëheqjen time në këtë drejtori. Sigurisht nuk janë këto vetëm 2 arsye, 3 që i përmendet për qytetarët që duhet ju votojnë kësaj radhe. Shihni edhe arsye tjera besoj. Unë mendoj se qytetarët e vlerësojnë nga se për këto 4 vjet Peja ka frymuar ndryshe me turizëm. Peja është avancu fuqishëm në turizëm. Peja tashme është në hartën turistike ndërkombëtare të turizmit. Peja e njohin gjithka. Në gjitha sajtet turistike e Peja ka mi dalë Peja. Peja me të gjitha bukurit që i ka, ato që ne ka dhënë Zoti, veç që ne duhet t'i shfrytëzojmë ato bukuri që kemi bërë punë në mënyrë që të i shfrytëzojmë arsyeshëm. Okej, për fund, drejtar, cili është mesazhi juaj për bizneset të rinjt dhe qytetarët që presin zhvillim më të shpejt ekonomik? Mesazhi im për qytetarët të rinj, bizneset është mesazh i qartë. Të punojmë, të avancojmë, të zhvillojmë, nga se këto ja kemi obligim të i vendit, ja kemi obligim qytetit e Pejsë dhe ja kemi obligim Kosovës. Okej, jeni në 10-shën e parë të listës për asamblejnë, një numër të mirë e keni? Po e kam numrin 6. Okej, çfarë do t'i thojë qytetarëve, këtë rast një mesazh i shkurt për ata cilët realisht është akoma nuk e kanë dhënë mendjen ju votu, sepse ju e keni një lloj bagazhi votuesve kogja të mirë po ata që akoma se kanë dhënë mendjen 100%. Janë shumë besoj që okej, me qëtë mesazh, me këtë qëtë du me votu në afrejtë. Unë i thras votues qytetarët e Pejsë, mas po i thras qytetarët e Pejsë, nga se qytetarët e Pejsë janë votues, nëse mendojnë që ja vlen që unë t'jem përfaqësues i tyre, të votojnë për mua. Nëse mendojnë që kam bërë punë të mira për komunën e Pejsë, të votojnë për mua. Dhe unë mendoj që janë disa punë që janë bërë natyrisht në udhëheqjen time në këtë drejtori, që po ashtu mendoj që nëse do t'jem përfaqësues i tyre, edhe më shumë do të shtytet procesi dhe zoni i tyre për zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik të komunës së Pejsë. Nga se turizmi është një ndër sektorët kryesorë në komunën e Pejsë që gjeneron zhvillim ekonomik. Ajo e kemi po, aty e kemi sinuar dhe e kemi orientu përmes strategjisë së zhvillimit të turizmit, e kemi orientu Pejën fuqishëm drejtim të zhvillimit të turizmit, ku përmes saj synohet zhvillimi ekonomik, nga se çdo turist është edhe një për qytetarët e Pejsë. Drejtar, të falenderojmë shumë për kohën që zgjedhët të jesh pjesë e emisionit. Nëse kemi harruar diçka këtu pyesim apo diçka që realisht mundem me shtu përfund, atëherë minutat janë tuaja. Nëse jo, falenderojmë nga zemra që
ndodhe kohën për kundër angazhimeve shumë mëdha që kanë këtë fushat, t'jesh me ne pranë qytetarëve edhe të shpalosësh punën, angazhimin, të arriturat e drejtorisë zhvillimit ekonomik, po ashtu edhe të ndash për herë të parë një CV dhe shumë detaje nga jeta juaj që më herët nuk e keni folur dhe ndoshta një pjesë e qytetarëve nuk i ka ditur. Falenderoj nga zemra. Faleminderit edhe juve, po ashtu. Kishim të ftuar në Open Studio drejtorin e zhvillimit ekonomik në Komunën e 5, zotin Nasrat Hajrizi, i cili këto zgjedhje garon me numrin 6 në kuadër të listës së PDK-s për Kuvendin Komunal në Pej. Gjithë ju që akoma nuk e keni nda mendjen, po besoj që kjo intervistë ka qenë një sinjal i fuqishëm që të vendosni pse jo ta votoni zotin Hajrizi. Kaq ishte për sonte, ju falenderoj për vëmendjen, shihemi në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.